shembull ajo dhe tani kushtet për këta janë më strikte. Jo vetëm humanitet, duhet të ketë edhe legalitet. Na e përmenëm më herë, domethënë kemi disa raste tani që janë gjetur që mos lejimi i pjesëmarrjes në varrim të afërmëve të familjes paraqet edhe shkelje të konventave për drejtat e njerëzit. Dhe ashtu që mirë tha zoti Bayraktari që është konventa për mbrojtje të drejtave të njerëzit duhet të jetë drejt për drejt e zbatueshme dhe duhet të jenë organe brenda dhomës së specializuara që të përkujdesen, siç është avokati i popullit brenda këtyre dhomave, që të përkujdesen për të drejtat e personave që janë duke zhvilluar një proces gjyqësor ndaj tyre. Kurse të gjithë ata që i përmendi edhe zoti Besniku më herët, domethënë ata të gjithë nuk janë konsideruar kriminal derisa kanë qenë në procedurë gjyqësore, domethënë, por pas janë shpallur. Domethënë, nuk i din çfarë momente. Nëse nuk gaboj ata të gjithë janë lejuar gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor. Ai se ka mbri verdiktin final, nuk e ka mbri verdiktin final, por që do të thotë prapë që secilin rast bëhet një vlerësim i rrezikut për secilin individ veç e veç. Nuk shkon blanko për të gjithë, por bëhet për secilin individ veç e veç. Në rastin e zotit thotë që nuk kemi pa që ka mujt të paraqitet ndonjë rrezik, nëse kemi ndikim të dëshmitarit apo pengim të drejtësisë, atëherë kemi vepër të veçantë penale, që mund të ballafaqohet me vepër të veçantë penale. Dhe kjo nuk mund të jetë justifikim për të mos lejuar një person apo një person të akuzuar tani më për të realizuar një të drejtë humane të tij, siç është varrimi në rastin e prindit të tij. Ardian? Referuar praktikës së gjykatës europiane të cilën e përmenda, në rastet të tilla, organet qoftë në këtë rast gjykata speciale, do të duhej me i paraqit arsyet e justifikueshme, sepse gjykata europiane në rastet të tilla i ka disa standarde mbi bazën e cilave vlerëson që një vendim i tillë është në pajtim me konventën ose është tejkalim ose shkelje e drejtave. Në këtë drejtim, natyrisht që kufizimi me ligj, është element esencial që në rastin konkret nuk ekziston një kufizim i tillë për të marrë pjesë në ceremonitë e tilla, përkundrazi është një mundësi, një e drejtë, qoftë me ligjin për dhomat e specializuar, qoftë edhe me rregulloren e procedurës dhe të provave, është pastaj aspekti i justifikimit, rrethonat konkrete që justifikojnë një kufizim të tillë, e të cilat natyrisht